Mendoj që dëshiroj të hapësirë për investitorët e mundshëm gjerman për të parë se çfarë mund të bëhet këtu për të vendosur vetë se ku janë mundësitë e tyre. Këtë po synojmë ta bëjmë në këtë forum në fund të tetorit dhe sinqerisht cilët sektor duhet të vendosin se në cilët sektor mund të punojmë qoftë për vend ose eksport në rajon ose në Gjermani. Këtë duhet ta marrin për këtë vendimin duhet ta marrin bizneset. Absolutisht. Kemi energji të ripërtëritshme, industri dhe në këtë rast kemi instrumente për të mbështetur atë investim në BE dhe instrumente bilaterale. Natyrisht investimet do të ndodhin. Një debat i madh është duke zhvilluar në Kosovë për të qenë po ose jo në LNG. A ka diçka që mund të thoni për këtë si ambasador gjerman për interes të Kosovës? Së pari, do të thosha që politika energjike është gjithashtu e rëndësishme dhe duhet të shikohet nga pikpamja se si të krijohet një siguri stabile energjetike afatgjate dhe si do të vendoset kjo në Kosovë, kjo i takon autoriteteve kosovare dhe EBE-s. Siç e dini, një pjesë e strategjisë së BE-s Kosovës është që të arrihet qëllimi i Bashkimit Evropian. Pjesë e kësaj është mbështetja jonë, siç e përmendë, energjia e ripërtëritshme dhe kjo mund të jetë pjesë e kontribuimit në sovranitetin energjetik të Kosovës dhe të sigurisë energjetike të Kosovës. Të flasim pak për ngërçim politik në Kosovë. A mund të na tregoni nga pikpamja juaj si ndikon kjo në imazhin e Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe si ndikon kjo në marrëdhëniet me Gjermaninë, BE-n dhe të tjerët? Mendoj se nga njëra anë është një proces vendor. E ndjek Kushtetutën e Kosovës. Kushtetuta ofron kornizën në të cilin duhet të zgjidhen këto çështje dhe aktorët politikë në Kosovë duhet të bashkohen dhe të gjejnë një zgjidhje. Mendoj që brenda disa javësh kuvendi do të thirret, do të mblidhet dhe çdo antar i kuvendit do ta ketë zyrën publike për ta ndarë këtë përgjegjësi. Por natyrisht, gjithashtu është një sinjal për bashkëpunimin tonë në mënyrë bilaterale dhe bashkë me Bashkimin Evropian. Dëshironi të dërgoni sinjal se ka institucione stabile për të punuar në këtë agjendë. Dhe në këtë drejtim është vendim kombëtar natyrisht me implikime për të formuar se çfarë mund të arrijë Kosova në marrëdhënie e saj me BE-n dhe çfarë sinjale Kosova i ka dërguar aleatëve në këtë pjesë me të gjithë këtë blokadë ngërç politik? Të them, të marrim shembullin më të fundit. Qeveria duhet të negociojë dhe kalkulimet duhet të bëhen nga Bashkimi Evropian nga fundi qershorit për shkak të këtij ngërçi politik në vend. Natyrisht kjo sinjalizon nuk jemi gati për bashkëpunim. E di që Kosova është me të drejtë duke pritur për një vendim për anëtarësim dhe statusin e kandidatit. Të shikojeni kështu. Statusi i kandidatit nuk është si një shpërblim, si një medalje që e merrni kur fitoni në një garë sporti. Kjo është vetëm një paraudhë për punën e vështirë për të nisur këtë agjendë për të përgatitur për Bashkimin Evropian. Dhe për këtë na duhen institucione